midis të gjithave, ne zgjodhëm të mbrojmë të vërtetën. Ndaj dhe ju uli sot këtu, krenar, ju dhe çdo demokrat, krenar, sepse vini në këtë sallë dhe kudo që jeni, gardian të pluralizmit politik në Shqipëri, gardian të sovranitetit kopik shqiptar, gardian të pamposhtur të vlerave, të lirisë, të dignitetit njerëzor. Narkodiktatori, i mbështetur fuqishëm nga mostra e njerëzimit, George Soros, bëri gjithçka të eliminonte Partinë Demokratike. I mori Vulen, i mori flamurin, i mori ja hoqi emri, i dha zero, i privoi gjitha financimet. Dhe kjo vetëm e vetëm në mënyrë që ta ndrynte atë në banesë në harres historisë. E izoloi përkohësisht nga mbar bota. Por ne, në ligjin tonë, në themelor, që sa herëzohemi ngrihemi përsëri, vazhdu në betejën tonë. Unë ngritëm në Shkodër. Shkodra, bastioni përjetshëm me mendimit lirë. U tmerrua. Bastardi gjelatve, blokmenve hoxhist, mori logo, flamur dhe çdo gjë tjetër. Përsëri. 500.000 shqiptarë u rreshtuan prapa nesh. 500.000 shqiptarë shprehen besimin, njerëz të lirë, njerëz me dignitet, njerëz atletar, njerëz sovranist. E ky vazhdoi betejën, jo vetëm, po i mbështetur edhe nga mafia ndërkombëtare. Në vit elektoral arrestoi dhe ndoqi penalisht një lloj si Lukashenko i Bielorusis, një lloj si Zajedi i Tunizis, lider e partive kryesore opozitare. Mendoj se gjeti paqë. Por rrugën e shpresës ja shtruam në rrugën e tmerrit, dritarën e rrugës ja shtruam në projektor që verbonte çdo natë, zërin ushtoi në mbar Shqipërinë. Ne mbronjim një kauzë të drejtë. Nuk ka kauzë më të madhe, më të drejtë, se kauza e pluralizmit për një kombë. Një kombë pa pluralizmin, sovranitetin e ka, pa pluralizmin e vërtet, do më thënë pa opozit, sovranitetin e ka të rrem. Nuk ka sovranitet. Sepse i gjithë pushteti shkon te diktatori, dhe diktatorët kanë vetëm një qëllim, lëkurën e tyre, pasurinë e tyre. Pra, ne ishim në të drejtën tonë, përjetuam dhe një izolim të pashembull. Enver Hoxha zgjodhi vetë izolimin, kurse ne, Edi Rama dhe mafia ndërkombëtare,
pati një sukses përkohshëm në izolimin tonë. Megjithatë pati miq të shmur, ju e pat, Elmar Brok, ju foli ju nga dritarja, miq të tjerë, të cilët nuk u pajtuan, dhe Partia Demokratike me shpejtësi, rivendosi lidhjet me organizatat ndërkombëtare që u përkiste në 2 vjet nga forca më e izoluar e planetit. Ne ushtruam në forcën politike më të mbështetur ndonjë që ka patur Shqipëria ndonjëherë. 8 rezoluta nga organizatat më të mëdha politike, partive politike ndërkombëtare. Partia Popullore, Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë, Ndërkombëtarja e Qendrës Demokratike. Në të gjitha këto rezoluta mbështetej fuqishëm betejë jonë për liri dhe dinjitet, për vlera, për mbrojtje të pluralizmit. Vlerësohesh lart qëndrimi ynë. Në të gjitha këto rezoluta denoncohej narkodiktatori i Shqipërisë, një lloj si Zajedi i Tunisisë. Denoncohej farsa zgjedhore e tij. Denoncohej korrupsioni i papërmajtur dhe i çmendur i qeverisë së tij. Për qëndrimin gjitha pushteteve në Durrë. Në të gjitha këto rezoluta ranë sirenat ndërkombëtare mbi regjimin e Tiranës. Ndaj dhe unë sot këtu para jush duhet shpreh një mirënjohje të pakufishme Partisë Popullore Europiane, presidentit Weber dhe sekretares përgjithshme Monserrat, Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, presidentit Stefan Haper dhe Tina Mereç, sekretares përgjithshme. Internacionales Qendrës Djathtë, Demokratët të Qendrës, presidentit Postrana dhe sekretarit ekzekutiv Isturiz. Të falenderoj edhe miq tjerë. Falenderojmë shumë Parlamenti Evropian, Komisionin e Jashtëm, kryetarin e tij, Zotin McAllister, për misionin fakt ndezës që solli në Shqipëri. Falenderoj miqtan, deputet, politikan, nga Italia, Gjermania, Kroacia, Greqia, vendet tjera, veçanërisht Suedia, Fondacionin Hermansson dhe presidentin Gustafsson. Instituti Republikan Amerikan dhe Instituti Leadershipit. Ndihma e tyre ishte në ditë të vështira për ne ishte jashtëzakonshme. Por edhe ju e keni justifikuar plotësisht me dinjitet atë. Nuk do ndalem në këto zhvillimet shkuara. Këto na shërbejnë ne vetëm për të ditë se ku po shkojmë. Këto janë kapituj të mbyllur. Këto janë dëshmia asaj të një force politike që s'pranoj kur të dorëzohet e aq më pak të azgjësohet.
të një force politike që qëndrojnë me çdo çmim për të mbrojtur pluralizmin politik. Ndaj dhe do ta mbyll këtë kapitull, duke thënë ju të gjithëve këtu, të gjithë demokratëve dhe demokratëve që janë sot këtu me ne, se të gjithë keni nga një emër të përveçëm, të gjithë keni ndonjë shkurtim rrethatues, të gjithë keni nofkat familjare, por të gjithë keni një emër të përbashkët, dhe ky emër i përbashkët e farkëtuat vetë, të gjithë emri ju i përbashkët është të pamposhtur. Të pamposhtur. Ndaj dhe ne, në rrugën tonë, patëm rrugë të gjatë, të mundimshme. Kur e nisëm, fitoria askund nuk vegonte në horizont. Po unë ju jap ju fjalën deri që kur nuk do të mirja përsi për të drejtoja ju, po të mos besoja tek fitoria. Jo. Dhe besimin tek fitoria buronte nga guximi juaj, buronte nga vendosmëria juaj, buronte nga dhetaria juaj, nga dashuria juaj për këtë vend. Ndaj dhe për ta mbyllur këtë kapitull, unë por kam duhet për ulë me ndërim para jush, për veprën tuaj, me ndërimin më të thellë, dhe të shpreh